Përshëndetje Joq. Kemi që në orën 2 në trafik nga Tirana në drejtimin e Durrësit dhe për të fat keq jemi akoma në trafik, siç e shikoni edhe nga fotot. Po ajo që më habit më tepër është fakti që duke qenë se është një autostradë pa kursi emergjence, pa xhep anësor dhe me trafik të bllokuar totalisht, dhe është habitshme që të bëhen punimet gjatë ditës, realisht punimet në autostrada bëhen natën dhe nuk mund të mbyll autostrada totalisht në këtë lloj mënyre, duke shkaktuar një trafik me kaq orar të zgjatura që këtu nuk kalon as miza, jo imagjinoni të ketë një emergjencë për ambulancë. Dhe habitem që jemi akoma në 2025-ën, nuk jemi të zot këtu në Shqipëri të organizojmë punimet në rrugët autostradë, në autostradat e Shqipërisë. Thjesht që këtu ka një zgjidhje me sinjalistikën e duhur, po të duan organizuesit e punës, e kthenin karrexhatën tjetër, e kthenin me 2 kalimshe dhe u lehtësonte trafiku dhe u shpërndante trafiku, mund të shpërndante në rrugët dytësore. Por për fat keq jemi në Shqipëri, edhe këtu për popullin shqiptar s'do ta di njeri, a ka njerëz në autostradë me fëmijë të vegjël, apo ka pleq të smur, apo ka urgjenca. Është çmenduria më e madhe që ekziston. Nuk e di se kush e organizon, po edhe në Afrikë ti kishin marrë në një barit delesh në afrikan ta kishin marrë, kaq keq nuk do ta kishte organizuar.